Gjithë se cili prej nesh ka vetëm një jetë për t'jetuar. Jeta jon duhet këtë rëndësi, duhet vlej, duhet këtë një qëllim dhe sinqerisht, duhet të jetë fantastike. Por përsa kohë që mbajeni fort tek ambicjet tuaja dhe doni t'i bëni gjërat sipas mënyrës suaj dhe nuk jeni të gatshëm t'i besoni atij, do të merrni aq sa mundeni, por kur nuk do të jetë aq shumë sa Perëndia do që të keni. Biblia thot gjej kënaqësinë tënde në Zotin, tani dëgjoni, dhe ai do të plotësojë dëshirat e zemrës sate. Sot në moment vendimtar do të mësoni se si të keni jetën e gjallë dhe triumfuese që Perëndia ka për ju, teksa doktor Jeremia ju sfidon që të merrni 9 vendime kritike nga fjala e Perëndisë dhe do të zbuloni se si të jetoni një jetë të frymëzuar nga Perëndia, pas pak në moment vendimtar. Gjatë këtyre mesazheve, gjatë këtyre javëve të fundit, ju kam inkurajuar që të merrni 9 vendime që do ta transformojnë jetën tuaj. Por pas secilit prej këtyre vendimeve, ekziston një vendim i cili ndikon më shumë se të tjerët, dhe ky vendim është çfarë do të vendosni ju të bëni me Zotin Jezus Krisht. Biblia na thot se Jezusi erdhi në këtë botë që të na çlironte nga një jetë në mëkat, egoizëm dhe ndarje nga Perëndia. Te një varg shumë i njohur për shumicën prej nesh, shkrimi na thot, sepse të gjithë mëkatuan dhe u privuan nga lavdia e Perëndisë. Por përmes vdekjes, varrimit dhe ringjalljes së Jezus Krishtit, kjo pengesë mes një Perëndie të shenjtë dhe njeriu të mëkatar u hoq tërësisht. Dhe kur ne vendosim që t'i besojmë Jezus Krishtit për jetën e përjetshme dhe ftojmë atë në zemrën dhe në jetën tonë, ai na jep një jetë përtej së mahnitshmes, jetën për cilën keni dëgjuar gjatë këtyre javëve. Zoti Jezus do që ne të kemi jetë, por ajo nuk do të fillojë përpara se të marrim atë vendim përcaktues për ta vendosur besimin te Jezus Krishti. Prandaj nëse i keni dëgjuar këto mesazhe dhe ju është ngjallur kurreshtja nga përmbajtja motivuese që kanë pasur disa prej tyre, kjo është diçka e mirë, por nuk mund të filloni asnjërin prej këtyre gjërave derisa Jezus Krishti ta ketë shtëpi në jetën tuaj. Nëse nuk e keni pranuar kurrë atë, nëse nuk e keni ftuar në jetën tuaj, më lejoni t'ju jap këtë ftesë sot. Bëjeni Jezus Krishtin Zotin e jetës suaj. Kërkojeni atij që t'ju falë për mëkatin dhe ai kurrë nuk do të refuzojë ta bëjë këtë për asnjërin që shkon dhe ja kërkon me sinqeritet. Në këto mesazhe që kemi ndar bashk, jam përqendruar tek fakti se si mund të duket një jetë kur Jezusi është i përfshirë në të, dhe se si ne mund ta aktivizojmë këtë jetë në jetën tonë të përditshme. Tani duhet merrni edhe një vendim tjetër. Jezus Krishti është në zemrën tuaj. Fryma e shenjtë ka ardhur të jetojë në jetën tuaj nëse jeni të krishterë. Por tani, ja se cila është pyetja së cilës duhet i përgjigjeni. A jam unë i gatshëm që t'ia dorëzoj jetën time frymës së shenjtë? Perëndisë që i është dhënë gjithë secilit prej nesh për ta bërë këtë jetë përtej së mahnitshmes, a jam i gatshëm që ta lë atë të marrë kontrollin? Më lejoni që t'ju sugjeroj se një jetë e fuqizuar nga fryma e shenjtë është e vetmja mënyrë që ju të jeni të suksesshëm si të krishterë. Nëse jeni përpjekur që t'i mbani këto 9 tipare karakteristike të cilat ju kam mësuar gjatë këtyre javëve, nëse jeni përpjekur t'i bëni me forcat tuaja, keni zbuluar se është thjesht shumë e vështirë për ju dhe dini se çfarë keni plotësisht të drejtë. Jeta e krishterë nuk është e vështirë, nuk është e zorshme, por është e pamundur nëse fryma e shenjtë nuk është në kontroll. Gjatë gjithë historisë së njerëzimit, vetëm një njeri ka jetuar një jetë të përsosur. Ai njeri është Jezus Krishti. Por mund të habiteni kur të zbuloni se edhe Jezus Krishti nuk e jetoi jetën e tij vetëm me anë të fuqisë së tij. Edhe pse ishte një me Perëndin në fuqi në qiell, për të qenë një njeri i plot dhe i përsosur, shkrimi thot se gjatë viteve që ai ishte në këtë tokë, ai vullnetarisht lamënjan përdorimin e atributeve të tija hyjnore në mënyrë që të mund të identifikohej me ne në çdo mënyrë. Prandaj e dini se çfarë? Ndërsa ishte në këtë tokë, ai jetoi me anë të fuqisë së Atit dhe fuqisë së frymës së shenjtë. Një ditë Jezusi u tha dishepujve të tij, fjalët që po ju them nuk i them nga vetja. Ati që qëndron në mua është ai që i bën veprat. Jezusi jetoi, mendoi, punoi, mësoi dhe e mundi mëkatin dhe doli triumfues për Perëndin me fuqinë e së njëjtës frymë
që jeton brenda të gjithëve ne. Frymës që mund ta ketë gjithë secili prej nesh, nëse do ta pranojmë kontrollin e tij në jetën tonë. E po ju mund thoni, pastor Jeremia, si mund ta bëj këtë? Unë jam i krishterë, e di që jam shpëtuar, e di që do të shkoj në parajs, e di që mëkatet më janë falur. Por kam disa gjëra në jetën time që jam përpjekur t'i kontrolloj, por duket se nuk po fitoj ndaj tyre. Është diçka vërtet irrituese. Nëse më mungon ndonjë gjë, të lutem ma trego. E po duhet ju them se nuk ju mungon fryma e shenjtë, ai jeton brenda jush. Por nëse nuk i jepni vendin e duhur apo ta lejoni që të ketë kontrollin mbi jetën tuaj, nëse kjo është e vërtet, atëherë kurrë nuk do të mund të jetoni një jetë përtejsë mahnitshme në mënyrë të qëndrueshme. Dhe ekzistojnë disa gjëra të cilat do t'ju duhet t'i dalloni dhe t'i kuptoni nëse e doni këtë gjë në përvojën tuaj të krishterë. Të jetojmë një jetë të përfshirë me frymën e shenjtë. Unë shpresoj se ndërsa i keni dëgjuar këto mesazhe dhe më keni dëgjuar të flas për të gjitha mundësitë që të jeni një njeri plot dashuri, gëzim dhe paqe dhe një njeri që ka integritet, një njeri që ka vetë disiplinë, shpresoj se nëse i keni dëgjuar këto gjëra të gjeni në zemrën tuaj një uri dhe etje për këtë dhe të thoni, unë dua që kjo të jetë vërtet në jetën time. E po dua që t'ju them përsëri se kjo është një nga gjërat më vendimtare që mund të keni dhe kjo është dëshira. Fryma e shenjtë fillon të banojë në zemrën tonë që në çastin kur ne besojmë, por jo menjëherë që në atë çast ne bëhemi të krishterë plotësisht të pjekur, sepse duhet kohë që frytet e frymës të piqen dhe të bëhen të dukshme në jetën tonë, dhe ne duhet të bëjmë pjesën tonë, dhe ja se cila është gjëja e parë që duhet të bëjmë. Ne duhet të dëshirojmë që fryma e shenjtë të jetë në kontroll. Më thoni, po kjo duket pak sa... Do të them se po na e thua, pse po na e thua këtë? A nuk e dëshiron kushdo frymën e shenjtë? Jo, nuk e dëshirojmë. Më lejoni t'ju tregoj se ku shumë të krishterë dhe mendoj se nëse do të mund të citoja njerëzit që kam lexuar dhe të shihja zemrën e njerëzve që kam takuar, një numër i madh të krishterë shpëtohen dhe vetëm gjë që u intereson është që nuk do të shkojnë në ferr, por do të shkojnë në parajs dhe tani duan të bëjnë gjithë gjërat që duan gjatë gjithë jetës së tyre. Nëse u thua atyre, a do më shumë nga Perëndia, do më shumë nga kontrolli i frymës në jetën tënde, shumë do të thoshin, por çfarë do të thotë kjo? Dhe pastaj kur filloni të flisni për atë që Perëndia mund të bëjë në jetën e tyre, ata prapësohen dhe thonë, e di çfarë jam mirë, jam shkëlqyer. Dhe shumë prej tyre do të thoshin, mos më shqetëso me këto gjëra, unë e di që jam i shpëtuar, unë e di që do të shkoj në parajs, dhe jam i sigurt për këtë dhe jam rehat me këtë, dhe vetëm kaq dua, unë nuk do të përfshihem në këto gjëra. Dhe vërtet mendojnë se ecja në frym është si një lloj ecje e tepruar dhe jashtë kontrollit. Biblia thotë se nëse duam që fryma e Perëndis të kontrollojë jetën tonë, nëse duam që burimi i tij i fuqisë të ndizet, ne duhet ta dëshirojmë këtë. Në kulmin e një prej festave të Izraelit, Jezusi u çua në këmbë në tempull dhe tha: "Nëse dikush ka etje, le të vi tek unë e të pi." Dhe nëse lexoni vargun pasardhës, do të zbuloni se ai po fliste për frymën e shenjtë. Në një tjetër pasazh Jezusi tha: "Nëse ju pra jeni të këqij, dini t'u jepni dhurata të mira bijve tuaj, aq më tepër Ati juaj qiellor do t'u dhurojë frymën e shenjtë atyre që ja kërkojnë." Të dyja këto pasazhe na tregojnë të njëjtën gjë. Ne duhet të dëshirojmë që fryma e shenjtë të na kontrollojë. Ne duhet kemi etje për drejtimin e tij në jetën tonë. Drejtimi për në destinacion dhe fuqia për të shkuar aty i përkasin frymës, por vendimi për të ecur vazhdimisht drejt destinacionit të duhur na mbetet vetë ne. Sa prej jush e din që nëse hipën në makinë, që se kanë bërë këtë, por po punojnë për këtë, por nuk mund ta ndezim makinën, të ndezim sistemin e navigimit dhe pastaj të rehatohemi, të mbledhim krahat, edhe të presim që makinat na çojë aty ku i thot sistemi i navigimit. Nuk funksionon kështu. Me qira fjala, gjithmonë debatoj me zonjën e sistemit të navigimit. Ajo jo gjithmonë më tregon mua të vërtetën. Ndonjëherë më thot ktheu djathtas, por unë e di që më mirë duhet eci drejt. Dhe dini se çfarë ndodh? Kur nuk e ndjekim zonjën tek ajo kuti e vogël në makinë, nëse presim vetëm disa çaste, do të dëgjojmë këto fjalë: rilllogaritje. Dhe këtë javë mendova me vete, po vrasmendje se sa herë fryma e Perëndis më ka udhëzuar, por unë kam ecur në rrugën time dhe pastaj fryma e Perëndis më ka thënë rilllogaritje. Një nga gjërat që di është se Perëndia kurrë nuk heq dorë nga ne. Nëse marrim një kthes të gabuar, ai nuk thot mirë ka që pat Jeremia, ai shkoi djathtas kur unë i thashë ecë drejt, po jap fund me të. Jo, ai vazhdon pas nesh, ai vazhdon të rillogaris dhe të na kthejë sërish jetën. Po ja sa ku qëndron çështja.
Fryma e shenjtë nuk e bën punën. Ai na tregon se çfarë duhet të bëjmë, na jep forcën për ta bërë, por ne duhet ta marrim vendimin për ta ndjekur. Dhe nëse nuk e bëjmë, atëherë sistemi ynë i navigimit është i pavlerë. Do të humbasim dhe nuk do ta gjejmë dot rrugën. Prandaj sot duhet i bëjmë pyetjen vete, sa dua që këto cilësi të zhvillohen në jetën time, a dua që të jem në një program bashkëpunimi me Zotin Perëndi për të punuar për shpëtimin tim, për të shfaqur atë që Perëndia ka punuar brenda meje, atëherë fryma e shenjtë do të përfshihet dhe ne duhet i japim atij kontrollin. Së dyti, ne na duhet ta dënojmë mëkatin ton. Kur flas për frymën e shenjtë, më pëlqen të them njerëzve se fryma e shenjtë ka 2 emra dhe emri i dytë është e shenjtë. Sepse është e shenjtë, fryma e shenjtë nuk mund të lulëzojë në një ambient të ndotur. Efesianëve 4:30 thotë kështu: "Dhe mos e trishtoni frymën e shenjtë të Perëndisë përmes mënyrës se si jetoni." Një përkthim tjetër i Biblës thotë: "Mos e brengosni shpirtin e shenjtë." Mbani mend se ai na ka identifikuar si të tillët, duke na garantuar se ne do të shpëtohemi në ditën e shpengimit. Një nga lëndët që pati më shumë ndikim tek unë gjatë kohës që isha në seminarin e Dallasit ishte një lëndë që e mësonte Charles Ryrie mbi frymën e shenjtë. Që nga ajo kohë i jam rikthyer librit të shkurtër të Dr. Ryrie mbi frymën e shenjtë herë pas here. Në fakt, një nga njerëzit që më ndihmon në pjesën kërkimore që bëj në bibliotekën aty ku unë mbaj librat e mi, më pyeti se çfarë kishte ndodhur me atë libër sepse nuk kishte më kopertinë. Nuk kishte kopertinë para as kopertinë pas. I thashë kam grisur unë. Sepse sa herë që shkoj aty, e gjej veten duke marrë atë libër. Nëse e njihni Charles Ryrie dhe shkrimet e tij, e dini që ai gjithmonë ka qenë një njeri fjalë pak. Në pak fjalë ai ka thënë më shumë se sa shumica e njerëzve në libra të tërë. Në atë libër ai shkruan: "Jeta triumfuese ose jeta që nuk e trishton frymën e shenjtë është një jetë e pamposhtur. Është një jetë që vazhdimisht i përgjigjet dritës, siç është zbuluar në fjalën e Perëndisë. Ndërsa vjen kjo përgjigje, do të hedhë dritë mbi më shumë pjesë të errësirës që kanë nevojë të rrëfehen. Pastaj vjen më shumë dritë që nga ana e saj kërkon më shumë rrëfim për errësirën e sapo zbuluar dhe kështu vazhdon gjithë jetën. Por kjo është mënyra normale se si ndërtohet jeta që nuk e trishton frymën." A e kuptoni se çfarë po thot? Ai nuk po thot: "Nëse po jetoni një jetë që nuk e trishton frymën e shenjtë, atëherë kurrë nuk do të bëni gabime apo nuk do të mëkatoni kurrë." Jo, ajo që Biblia na mëson është se nëse po jetojmë një jetë që nuk e trishton frymën e shenjtë, ju e pranoni mëkatin kur ai bëhet i njohur për ju dhe përballeni me të. Dhe ja se çfarë mësojmë ndërsa piqemi në Krishtin dhe ndërsa rritemi në Krishtin. Ne do të bëhemi më vonë më të ndjeshëm ndaj gjërave që as nuk i kemi menduar më parë. Dhe ndërsa bëhemi të ndjeshëm ndaj këtyre gjërave që e dim se nuk e kënaqin Perëndin, ne nuk i shpërfillim apo të justifikojmë veten për to, ne përballemi me to. Dhe i kërkojmë Perëndisë që të na falë dhe pendohemi, dhe pendimi do të thotë që të largohesh prej tyre, do të thotë të kthehesh në drejtim të kundërt. Nëse po ecim në një drejtim apo po bëjmë diçka specifike dhe Perëndia na bind në zemër për to, ne themi: "Zot Perëndi, e di që kjo është e gabuar, unë pendohem për këtë, më vjen keq për këtë, por ky nuk është fundi i kësaj. Kur ne bëjmë këtë, ne kthehemi dhe ecim në drejtimin tjetër. Pendimi nuk është çështje keqardhjeje, lotësh dhe qarjesh. Pendim do të thotë të ndalosh së bëri atë që po bën dhe të fillosh të bësh gjën e duhur, të pendohesh." Dhe ajo që është e mrekullueshme te deklarata e Charles Ryrie është fakti se mendojmë se po flas për diçka që është e mbinatyrshme apo jo normale. Jo, kjo është jeta e krishterë. Dikush një herë më ka thënë se jeta e krishterë është të ngrihesh dhe të rrëzohesh dhe të ngrihesh, të rrëzohesh dhe të ngrihesh derisa të shkosh në qiell. Askush nuk bën një jetë të përsosur, askush nuk arrin aty pa sfida. Por çështja nuk është nëse do të përballemi apo jo me sfida në jetë. Çështja është se çfarë do të bëjmë kur kjo të ndodh. Si do të reagojmë ndaj tyre? Sa të sinqertë dhe të gatshëm do të jemi përpara Perëndisë, kur ai e drejton gishtin te diçka dhe padyshim që ai do ta bëjë këtë nëse doni të ecni me të. Dhe ai do t'ju thotë: "Kjo frymë që ke ndaj atij njeriu është e gabuar. Zot Perëndi, më fal, kjo nuk mjafton, shko ta rregullosh." Të ecim në frymë, të mos e trishtojmë frymën, do thotë të jetojmë duke e dëgjuar frymën e Perëndisë, kur ai e vendos gishtin te diçka në jetën tonë. Tek 1 Gjoni 1:9 kemi një inkurajim të mrekullueshëm që po t'i rrëfejmë mëkatet tona,
Ai është besnik dhe i drejtë që të na falë mëkatet dhe të na pastrojë nga çdo paudhësi. E dini që ky varg nuk është shkruar për jo besimtarët, ky varg ishte shkruar për besimtarë të rinj. Dhe apostulli Gjon po thotë, dëgjoni kur po ecni në rrugën tuaj si të krishterë dhe e katranosni në diçka, shkelni në drast kalbur, bëni dhe thoni diçka që nuk duhet ta bënit. Më dëgjoni pak, ja se çfarë duhet bëni. Nëse e rrëfeni mëkatin tuaj, ai është besnik dhe i drejtë që t'ju falë për mëkatin dhe t'ju pastrojë nga çdo paudhësi. Pastaj ktheuni në rrugën e dur dhe vazhdoni pa u ndaluar. Jeta e krishterë nuk është një rrugë e pandërprerë që kur bëhemi të krishterë derisa të ngjitemi në qiell, do të kemi disa ndalesa dhe nisje të tjera. Ja se cila është e treta. T'ja përkushtojmë veten fjalës së Perëndis. Çfarë lidhje ka kjo me këtë? Procesi i rritjes në Krishtin është i pamundur pa këtë libër. A e dini që askush nuk është shpëtuar pa këto dy gjëra, ne duhet kemi frymën dhe fjalën e Perëndis. Askush nuk mund të shkojë në parajs nëse fryma dhe fjala e Perëndis nuk punojnë në jetën e tij, ja se si bëhesh i krishter. Por e dini që edhe sapo bëhemi të krishter, askush nuk rritet dot në besimin e tij pa frymën dhe fjalën e Perëndis? Po ju tregoj se si funksionon. Nëse duam që fryti i dashurisë të zhvillohet në jetën tonë, lexoni në Bibël pasazhet mbi dashurinë, 1 Korintasve 13 dhe të tjerët. Nëse duam që të mësojmë se si të durojmë dhe të kemi qëndresë më të madhe, studioni jetën e njerëzve si Jobi dhe Mojsiu. A doni të rriteni në integritet? Ju sugjeroj që të njiheni me Noeun dhe Abrahamin, Jozefin, Anën dhe Danielin dhe një grup njerëzish të tjerë. Çdo ditë, unë dhe ju përballemi me situata që kërkojnë vendimarrje dhe nëse duam të marrim vendimet e duhura, që të jemi gati për çdo vepër të mirë, duhet të ruajmë në zemrën tonë nga fjala e Perëndis sa më shumë që të mundemi. Në këtë mënyrë, kur të vinë çaste të tilla, fryma e shenjtë mund na sjellë ndërmend të gjitha pasazhet që kemi lexuar, studiuar dhe medituar, dhe atëherë parimet e këtyre pasazheve do të na drejtojnë. Më lejoni të përpiqem nëse mund ta bëj edhe më të qartë. Është njësoj me atë që ndodh kur ne përdorim kompjuterin. Ne i ruajmë informacionet në hard disk. Më pas sistemi i operimit e përdor këtë informacion për të përmbushur detyrat që ne i japim. E di që po e thjeshtoj shumë, por në thelb kështu funksionon realisht. Studimi dhe mbajtja mend e fjalës së Perëndis është njësoj si kur ta mbushim hard diskun ton shpirtëror me informacione të mira, dhe fryma e shenjtë, që është sistemi i operimit, i përdor ato që kemi ruajtur për të drejtuar jetën tonë. Por nëse nuk vendosim gjë në hard diskun ton, ne i bëjmë qark të shkurtër frymës së shenjtë. Fryma e shenjtë nuk punon në vakum. Fryma e shenjtë punon me fjalën e Perëndis. Shpeshherë mund të themi, po unë lexoj shkrimin, por nuk e kuptoj as pak, nuk jam i sigurt nëse po arrit të kuptoj çdo gjë prej tij. Thjesht lexojeni. Vazhdoni ta lexoni, herët apo vonë, do të fillojë të bëhet i gjallë për ju, por nëse nuk e lexoni, nëse nuk e vendosni fjalën e Perëndis në diskun tuaj, fryma e shenjtë nuk ka asgjë me të cilën të punojë në jetën tuaj. Po ju them një të vështirë, sidomos për ne burrat. Vdisni ndaj ambicjeve personale. Jo ndaj ambicjeve, por ndaj ambicjeve personale. Te Galatasve 5 Biblia thot, edhe ata që janë të Krishtit e kanë kryqëzuar mishin bashkë me pasionet dhe lakmitë e tij. Në qoftë se rrojmë në frym edhe duhet ecim. Ne jemi urdhëruar që të ecim në frym, është thjesht çështje bindjeje. Ne duhet jemi të gatshëm që ta lëmë Perëndin të jetë Perëndia, dhe të gjitha burimet e Perëndis janë të arritshme për ne nëse thjesht ecim në frym. Dhe Pali përdor këtë fjalë ec është shumë interesante, sa prej jush e din që ecja bëhet hap pas hapi. Sa e fuqishme. Të bëjmë hap pas hapi. Kështu jetohet jeta e krishterë, hap pas hapi, duke vendosur njërin këmbë shpirtërore para tjetrës. Ndonjëherë ecim përballë erës, ndonjëherë ecim me erën pas shpinës. Nuk ka rëndësi, pavarësisht asaj që po bëni në jetën tuaj, ai njeri që po ecën në frym po bën përparim. Kur ne heqim dorë nga ambicjet personale, po i themi frymës së shenjtë, mirë, unë do të zbres nga froni jetës ime dhe do të vendos ty aty. Dhe që nga ky çast, ajo që ti do, le të jetë ajo që bëj unë. Më kujtohet një drejtues që po kalonte disa probleme të mëdha në kishën e tij dhe tha se e vendosej se në ç'mënyrë do t'i zgjidhte këto probleme. Çdo ditë kur shkonte në punë, ai hapte zyrën dhe hidhte shikimin te karrige e zyrës dhe përfituronte sikur fryma e Perëndis ishte aty dhe ai thoshte frymës Perëndis, nuk di ç'të bëj me këtë katrahur, është në duart e tua. Dhe pastaj shkonte diku tjetër për të studiuar. Ata prej nesh janë rritur me etikën amerikane, e din që ne nxitemi
dhe shtyhemi që t'jemi njerëz që ecim vetë. Ne motivohemi që të bëjmë më mirë, të mësojmë dhe t'jemi të dobishëm. Të gjitha këto janë gjëra të mira, por duhet të ndalojmë gjatë rrugës dhe të pyesim veten, për kë është kjo dhe cili është qëllimi i kësaj? Dhe duhet i kërkojmë Perëndis që të na jap qartësi për këtë. Asnjë shërbëtor nuk mund të shërbejë dy zotrinjve. Ne nuk mund të kemi dy drejtor në jetën tonë, mund të kemi vetëm një. Dhe ne duhet marrim një vendim. Perëndia nuk do ta marrë këtë vendim për ne, ne duhet vendosim. Mirë, kam lundruar këtu në këtë varkën time me shumë më pak fuqi nga sa duhet që të kem, mbase ka diçka tjetër. Pastaj ndaloni me njëherë lëvizjen dhe thoni, do ta lë Perëndin ta marrë kontrollin. Do ta lë atë të drejtojë jetën time. Do të lexoj fjalën e tij. Do ta lejoj frymën e shenjtë të më drejtojë. Më dëgjoni pak. Plani i Perëndis për jetën tuaj është më i mirë nga sa mund të përfituroni ju. Por përsa kohë që mbaheni fort tek ambicjet tuaja dhe doni t'i bëni gjërat sipas mënyrës suaj dhe nuk jeni të gatshëm t'i besoni atij, do të merrni aq sa mundeni, por kur nuk do të jetë aq shumë sa Perëndia do që të keni. Biblia thot gjej kënaqësinë tënde në Zotin, tani dëgjoni, dhe ai do të plotësojë dëshirat e zemrës sate. Prandaj pyeteni veten, cila është dëshira juaj? Dhe pastaj përkushtojani veten Zotit. Fryma e Perëndis po pret që ju të thoni po. Po, merre kontrollin. Unë do të ndjek drejtimin tënd. Dhe pastaj duhet përkushtoheni për ta bërë atë që ai ju thot të bëni. Prandaj pyetja është kjo, si doni që të jetë jeta juaj? Apostulli Pale thot shumë hapur, sepse po të rroni sipas mishit, ju do të vdisni. Por nëse me anë të frymës i bëni të vdesin veprat e trupit, ju do të rroni, sepse të gjithë ata që udhëhiqen nga fryma e Perëndis janë bij të Perëndis. Si do të jetë jeta juaj kur drejtoheni nga fryma e Perëndis? A do të mbushen të gjitha gropat, a do të drejtohen të gjitha kthesat, a do të hapen të gjitha dyert? Absolutisht jo. Të jesh i mbushur me fryma nuk do të thotë që papritur bota jonë bëhet si kopshti i Edenit. Sërish do të kemi shkure, stuhi dhe re në jetën tonë, por do të shihnim një ndryshim të stërmadh të mënyra se si përballemi me to, sepse tani nuk jemi vetëm ne, është fryma e shenjtë brenda nesh që po bën punën e saj përmes jetës sonë. Kur fryma e shenjtë është si në shtëpinë jetën tonë, 9 virtytet për të cilat kemi folur deri tani, jo vetëm që do të jenë dhurata e Perëndis, që ne e kemi marrë në momentin e shpëtimit, por do të jenë virtyte që rriten, dhe ne do të mund ta shquajmë këtë rritje në jetën tonë, sepse fryma e shenjtë është duke punuar. Dhe përgjatë rrugës do të ketë shumë bekime. Përgjatë rrugës do të ketë disa sprova, por përgjatë rrugës ne do ta ndjejmë praninë e frymës së shenjtë çdo ditë. Dhe frytet e frymës kanë lidhje me transformimin dhe për të na bërë ne ndryshe. Ja ku erdhëm në fund të kësaj serie dhe ja ku jemi në fund të këtij mesazhi. Prandaj nga t'ja fillojmë tani, unë dua që t'ju lë me një mendim në mendje, kudo që të ndodheni në këtë rrugtim. Shumë prej jush janë të krishterë, kanë qenë për një kohë gjatë, por ende po kërkojnë këtë fuqi në jetën e tyre për t'u përdorur nga Perëndia. Disa prej jush janë të rinj në besim, mbase sapo jeni pagzuar dhe jeni gati që të filloni ecjen tuaj me Zotin. Kudo që t'jeni, çfarëdo që po bëni, vazhdoni ta bëni. Mos hiqni dorë. Vazhdoni të përdorni atë që Perëndia ju jep. Vazhdoni ta merrni atë që mësoni dhe ta vini në praktik. Mos u bëni thjesht koleksionues informacioni. Gëzohen kur shoh që mbani shënime, por shpresoj që po mbani shënime, që të mund të kujtoni atë që thot fjala e Perëndis, që kur ta lexoni sërish të kujtoni se çfarë duhet bëni. Biblia na thot se ne nuk duhet jemi vetëm dëgjues, por edhe bërës të fjalës. Një nga frikrat e mia më të mëdha është se jam mësues i fjalës së Perëndis dhe sot njerëzit janë më të zgjuar për Biblën se kurrë më parë, por ata nuk e lejojnë fjalën e Perëndis që të mishërohet në jetën e përditshme që ata jetojnë. Prandaj ja çfarë duhet të them, vazhdoni ta bëni. Mos hiqni dorë. Është një histori për një nën që kishte një djalë të vogël i cili kishte vështirësi për të mësuar pianon. Dhe ajo mendoi se mund ta ndihmonte duke e çuar në koncertin e një pianisti të madh që kishte shkuar në qytetin e tyre. Dhe ndërsa ulën, nëna vuri re një mikesh dhe shkoi tek ajo që të fliste me të. Djali i saj, një djalosh shumë kureshtar, shfrytëzoi mundësinë që të eksploronte hallin e madh të muzikës ku po mbahej ai koncert. Shpejt hyri përmes një dere ku thuhej ndalohet hyrja. Kur dritat e sallës u ulën, nëna u kthye në vendin e saj
Dhe e kuptoi që djali i saj nuk ishte aty, por përpara se të arrinte të bënte ndonjë gjë, u hapën perdet në pjesën qendrore dhe të ndriçuar të skenës dhe publiku gulçoi në një përzierje të qeshurash dhe zemrimi. Kur nëna mësoi shkakun e këtij reagimi, ajo gulçoi e tmerruar. Aty në tastierën e asaj pianoje me bisht ishte ulur djali i saj i vogël, duke luajtur pafajësisht, xixëllon ylli i vogël. Në atë çast, pianisti i mjeshtër hyri në skenë. Ai me shpejtësi shkoi te pianoja dhe i përshpëriti në vesh djaloshit vogël, "Mos hiq dorë, vazhdo të luash." Dhe pastaj pianisti i madh u përkul mbi djaloshin dhe me dorën e tij të majt filloi të luante pjesën e akordeve për këngën xixëllon ylli i vogël. Dhe një çast më vonë, krahu i tij i djathtë u zgjat nga ana tjetër dhe filloi të luante diskantin. Dhe kur u luajt nota e fundit, publiku i hipnotizuar u ngrit në këmbë edhe shpërtheu në duartrokitje. Së bashku, mjeshtri plak dhe rishtari i vogël e kishin transformuar një situatë të çuditshme në një çast të mrekullueshëm krijimtarie. Dhe kjo është ajo që bën Perëndia me ne. Nuk ka rëndësi se sa fort përpiqemi që të jetojmë jetë e perëndishme, përpjekjet tona gjithmonë duken të pamjaftueshme. Por kur futet Perëndia, ai e shndron muzikën tonë të qalë në një kryevepër. Ai i merr përpjekjet tona të bëra me qëllim të mirë dhe i nderon këto përpjekje, por jo vetëm kaq, por me frymën e tij të shenjtë ai transformon këto përpjekje në diçka përtej asaj që mund të bënim ndonjëherë edhe në ditën më të mirë të jetës sonë. Pikërisht këtë po na thoshte Pali kur shkroi, punoni për shpëtimin tuaj me frikë e me dridhje. Uluni te pianoja dhe filloni të luani. Por mos u shqetësoni, është Perëndia ai që punon në ju, si me vullnetin, me dorën e tij të djathtë dhe me veprat me dorën e tij të majtë, për të bërë atë që është e nevojshme. Prandaj çelësi i domosdoshëm është ajo që mjeshtri i tha djaloshit të vogël. Mos hiq dorë, vazhdo të luash. Faleminderit që ishit me mua sot në moment vendimtar. Më lejoni ta them sërish. Perëndia ka për qëllim që jeta juaj e krishterë të jetë fantastike. Perëndia do që ju të kapërceni pengesat në jetën tuaj, të zbuloni rrugën dhe të vilni rezultatet e jetës që Krishti vdiq për t'ju siguruar. Një jetë e tillë fillon me besimin në Krishtin si Zot dhe Shpëtimtar dhe vazhdon duke e njohur dhe i besuar fjalës së Tij. Prandaj nëse nuk e keni vendosur besimin në Krishtin dhe nuk keni rilindur përmes Tij, sot është dita kur ju mund ta bëni këtë. Hapi i parë është që të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit të bëhet Zoti dhe Shpëtimtari juaj. Sapo ta merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën falas të shpëtimit të Perëndisë, do të fillojë udhëtimi juaj me Perëndin si një krijesë e re në Krishtin. Nëse e keni marrë sot këtë hap besimi, ju lutem ndajeni vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo kish lokale që të mund të rriteni në besimin tuaj të sapo gjetur. Zoti ju bekoft dhe sa filloni ecjen tuaj me Perëndin dhe me zipres që takohemi sërish herën tjetër këtu në moment vendimtar.